A është të rrezikuar Europa sot prej Rusisë? Ka mundësi në Baltikum, Estonia, Latvia, për interesat. Rusia ka qef me brojt minoritetet, kanë shans me përdor minoritetet për politik jashtme, edhe për këta është shumë e rëndësishme për viti 2026 Zvicra marë presidencën e organizat për sigurimi e bashkëpunimi në Evropë, OSB. Ka me marë Zvicra? Po, presidencën, edhe Zvicra është partneri shumë i fort për krejt shteteve në Evropë, edhe duhet me fol, edhe duhet me ba kontrola, është krejt në regull me minoritetet, është krejt në regull me procesi elektoral, fushat, edhe për punu mirë për artmeri. Rruga diplomacisë, jo në rrugë ushtrisë. E kuptoj. A mundet, Daniel, si pas mendimit tonë, Europa me përballu apo me e prit Rusin pa ndihmën e Amerikës? Jo, momentalisht jo. Europa mendon është i mundshme me ba një artmeri pa ushtri vish pace. Është një fakt. Fakti tjetër është kur kini hajnë, kur ki kriminalat, duhet me nal atë kriminalat. Edhe me nal kriminalat kundra drejtat, ti ki nevoj për një ushtrit fort, për polici, edhe në fund, nashta, ti duhet me lanë gjokin për ide, për liri. Për liri. Po Evropa vish ka qef me ba pace, po me jetu parti. Po, e vërtet është. A janë kon naiv evropiant? Kanë besu që s'kanë nevoj për ushtri, kanë besu që Rusia, do më thanë, kanë tregtime Rusi. Naiv o në shlafe? Po janë naiv sepse në Evropë kini qeveri, një administrat, kanë qef me nimu Ukrajina. Kanë qef me nimu deri hin në luft me Rusi. Po popli jo. Në Amerikë kini administrat me shumë përvoja për luft edhe për konfliktat. Po ata nalon momentalisht. S'kan qef me hin në luft. Edhe për Evropa, unë mendoj është i rëndësishme për para me forcu ushtria në vetë, potenciali industriale për militer, për ushtrie vetë, edhe për mas me analizu edhe me shku të një mision, nashta, po vish mision për pace. Një mision me përkra Ukrajina me trupat, me forcat, momentalisht është pa mundur, edhe për artmeri është pa mundur vish Napoleoni e Hitleri ka luftu kundra Rusia në territor Rusis ose Ukrajins. Edhe këta është shumë scenario të keqe, me shumë gjak, me shumë problemat, sepse është shumë shtrejt, ma mirë është me kriju një rrugë diplomatike për pace. Çish mendon ti që krijohet kjo rrugë diplomatike? Çka do të më bëjë me Ukrainën sipas mendimit tënd? Duhet kuishia Zvicrës, NATO, duhet me garantu liri për antartë. Për Baltikum, për Poland, me thënë për Rusia, për krejt, ata është kufi. Një kufi, një linia guqe, s'ki shans me prek, ma shumë. E Ukraina është vonë. Ukraina ka hin në dram, është vonë. Ukraina ka nevoj për pace me sa pak toka për Rusi shka është mundshme. Tashi, po mendon që Ukraina me met me Rusi apo me Europë? Duhet me vetë poplin Ukrajinës. Unë mendova poplin e Ukrajinës populli po do me Europë. Po realitetin është, Rusia është maj fort, ka marrë 20% ose ma shumë i territori Ukrajinës, Krim, shko është shumë i rëndësishme për strategjike, për deti zi me kontrolu, krejt venin, edhe është pa mundur me marrë apet atë territor, me forcat. Po. A mundet Europa me mbrojt Ukrainën? Vetëm Europa, pa Amerikën? A mundet Europa? Pra, a ka fuqi Europa me mbrojt Ukrainën edhe mos me pushtu
Rusia komplet pa forcën e Amerikës. Këshire, për shembull, unë jam Ukrainë. Unë shumë kam besu Amerikës. Unë ma shumë besu Evropës. Amerika është një fuqi. Evropa ka 26 Shtete. Po. Amerika fol me një sani, Evropa të fol me 26 sanin. Edhe unë personalisht nuk e bezova. Kur Amerika nimon apet, edhe unë mendova 2 muaj, 3 muaj Amerika bashkë me Evropë, apet nimon Ukrajinës, bile jo në luft për pace, për negociat. Është mirë për Ukrajina.